Ata duhet të rehabilitoheshin në një spital normal psikiatrik, por në fakt po mbahen të burgosur. Një shkelje e rëndë kjo e të drejtave të njeriut. Doja të falenderoj Sara Karen se vetëm para saj, Karaj, se vetëm doja të falenderoj Sara Karen se vetëm para saj, Karaj, se vetëm Soni mos arsye të komentar që i buzën e poqës. Ta qi buzën e poqës? Çfarë do më qi? Si ta qish? Jo me qi. Kishe një copës qufur në veç. Se shumë agresive, you're amazing woman. Arbana, unë nuk e di me çfarë kuptimi ka ardhur një individ i tillë në një reality show dhe sa herë hap gojën, po të shketi moj, po jo me ti shikon veten, po ti kush je? Sa herë hap gojën, ka një ofendim ose vërtet se çfarë të tregon. Atëherë, ju lutem se po Dhe madje ku po e tregonit videon, ka njerëz që po qeshte. Po qeshte, po ta kishe marrë në shef tu tani. pse çash kjo? Me kë jeni, me Sarën apo me Ermionën? E kuptova, unë me sa perceptova, Ermiona i ka thyer rregullat tonë sepse kam qenë sëmur. Jo ja. Po ja, Edhe Gresa i ka thyer për kokër qefit. Ky djali tjetër do dali në praj. Që foli kjo, këtu nuk ka Sara Karen, po, okej, të lutem, ore. Sara Karen, Që foli kjo, këtu nuk ka Sara Karen, po, okej, të lutem, ore. Sara Karen. Po mirë, po si bën dhe Zoti kështu më sigurisht ka pjellën ose lala, shkoj sa qenie e shëmtuar, shkoj çfarë surrati është e ka pikturuar imoralitetin, poshtërsisë si ata personazhet e filmave me spiun, personazhet e urryer të letërsisë botërore që janë para Skemi mundësi financiare dhe 1.000 euro që ne na duket shumë. Domethënë, unë se kuptoj nga kanë ardhur këta, nga Arbana me jet privat pas kanë ardhur. Dua të dëgjoj pak Mozën, që ishte një nga ato që në fillim pati revoltën e saj ndaj këtij rregulli të vendosur, por pastaj e respektoi. Moza, ti çfarë ndjen për gjithë ta që Ka të drejtë Sara. Faleminderit zemër. Faleminderit zemër.